Profesor Josa, një fitore në Shkodër, shpresë për mbjetës? Po, problemi ishte që sot neshe ishte për të dyja skuadrat jeta vdekje. Nuk mund të themi që ishte thjesht, pavarësisht se ju e patë si shkoi loja. Pjesën e parë ne vujtëm në mënyrën si do të kur fitonim topin, në mënyrën si do të nxirrnim topin përpara. Sidomos nga mbështetja e dy sulmuesve, e cila nuk u bë ashtu siç duhet. Tashti fjalë të mira mund të them për skuadrën mas si rezultati, se ndryshe do të kisha folë nëse do kishim rezultat tjetër. Kështu që llafet e shumta në këto momente janë fukarallëk. Shkoj marr vesh rezultatet e tjera dhe jemi prapë në të njëjtat pozita. Kështu që themi se me mënyrën se si djemët janë fut për të plotësuar detyrat e tyre që unë i kam dhënë, na jep një lloj shprese për vazhdimsi. Dy javë të ardhshme janë dy finale të tjera. Po, dy finale shumë të rëndësishme për ne. Por do të shohim, duhet të qetësohemi se dy javë të ardhshme kemi vetëm për javë marron kampionat. Profesor, për skuadra në garë për qendror Superligë, ke mendoni se do vini pas? Nuk mund të jap shumë konkluzione në këtë drejtim. Thjesht duhet të qetësohem për vazhdimsinë nesër me Elbasan. Erdhët për fitore, profesor, sot në Shkodër? Normal që ishte një rezultat që neve barazimi as nuk na, si çdo ndeshje të tjera, as nuk na levërdiste fare. Kështu që erdhëm për fitore dhe fati jo, se futbolli ka dhe fati jo e dini shumë mirë. Shtatë pikë, unë doja që t'i kisha këto 7 pikë, po jo kundra Vllaznisë, kundra ekipeve tjera rivale që janë për mbjetesë, por është gjë që futbolli kështu e ka, se fundit ne Vllaznia na ka eliminuar dhe për kupë. Ju duk veti si trajneri i Vllaznisë në fund, profesor, se ju duhet të njëjtën, tifozët ju dhe ekipit, duke thirrur edhe ju. Them drejtën, unë parherë kur vi Shkodër vi me kënaqësinë më të madhe, qoftë dhe si kundërshtar. Këtë gjë kam shprehë edhe herë tjetër kur më keni marrë në për intervista këtu mas neshjeve, që kam qenë si kundërshtar i Vllaznisë. Është qyteti që më ka dhënë, pavarësisht se s'kam fituar shumë, po më ka dhënë kënaqësinë më të madhe për të punuar. Profesor, diçka patët për të shtuar? Jo, unë kisha për të shtu për ju ndërpret me që më pyetët edhe për Vllaznin, për pikët që ka fitu Byllësi me Vllaznin. Unë i uroj Vllaznisë që dali kampion dhe të plotësoj ëndrrën që kanë shumë tifozë këtu, qoftë edhe njerëzit që drejtojnë klubin.